Mjeku çudit botën, hithra shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet ta konsumoj urgjent. Hithra rekomandohet për trajtimin e disa sëmundjeve dhe është një bimë natyrale medicinale nga më të zakonshmet për moshat e treta. Hithra, që rritet dhe nis të lulëzojë nga stina e pranverës deri në vjesht, është shumë e dobishme për shëndetin e përgjithshëm. Po ashtu nëse nuk e keni ditur, hithra përdoret edhe për të masazhuar kundër dhimbjeve reumatike. Hithra ndihmon në metabolizëm dhe nxit sekretimin e lëngjeve të tretjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Po ashtu ndihmon edhe në infeksionet e traktit urinar, pastron gjakun dhe trupin nga toksinat, ndihmon me sëmundjet e veshkave, inflamacionet e fshekësës së tëndhit dhe ulçrave dhe stomakut. Për të mirat e hithrës nuk mbaroj në këtu. Hithra ndihmon edhe në problemet e ciklit menstrual dhe pagjumësisë dhe sëmundjeve të mushkërive. Në kombinim me bime të tjera, hithrat mund të përdoren me sukses për të trajtuar problemet e imunitetit. Njerëzit që vuajnë nga alergjit mund të pinë çajin e hithrës. Kjo është një arsye më shumë për pse duhet të nisni dhe të mblidhni hithrat e freskëta dhe të filloni t'i përdorni ato në të mirë të shëndetit tuaj. Persona të përfshirë në studime vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave të tyre u qetësuan ndjeshëm. Në vendin ton, hithrat janë të përdorura si në gatime, ashtu edhe në trajtimin e komplikacioneve të ndryshme si tonel thisaj. Kjo bimë është një nga produktet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja, veçanërisht të atyre personave që kanë alergji nga poleni dhe nga pluri. Hithra, falë vetive të saj diuretike, është shumë e dobishme në trajtimin e problemeve me veshkat, gjithashtu edhe të atyre të problemeve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta të organizmit, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Por së fundmi një studim i kryer në Universitetin e Plymouth i publikuar në BBC Health doli në përfundimin se të mirat e hithrës nuk mbarojnë në këtu. Ato janë të mira edhe për shëndetin e nyjeve dhe gjithashtu edhe kundër problemeve të artritit. Në një studim të publikuar në BBC Health në 31 maj të vitit 2000, u cilësua se hithra është një produkt shumë i mirë edhe për lehtësimin e problemeve të artritit. Personat e përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra, dhimbjet e kockave të tyre u qetësuan ndjeshëm dhe gjithashtu rezultatet që morën për shëndetin e nyjeve qenë mjaft të mira në lehtësimin e këtyre problemeve. Gjithashtu u vure se dhimbja ishte më e pakët përgjatë një trajtimi një javor. Përveç funksioneve kundër artritit, sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan si pasojë e përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës tek hithrat. Këto dy substanca janë neurotransmetorë të cilët dërgojnë sinjale në tru, sidomos edhe sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose çajit, u vure se arrinte të pakseonte gjithashtu edhe problemet e acidit urik në nyje. Ky acid ndodhet kur organizmi tret proteinë dhe akumulon në nyje dhe në kocka duke shkaktuar inflamacione, gjithashtu duke nxitur edhe probleme dhe dhimbje. Por si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pastë me gjethe hithre të shtypura. Pra, mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrës dhe me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni probleme. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni do djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimeve, mund të provoni metodat e tjera. Mjafton të pini një lugë gjelle lëng hithre të njom 3 herë në ditë për 15 ditë dhe do të shikoni ndryshime. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hithra, si të njoma ashtu dhe të thata, ka aftësi qetësuese të dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë. Por edhe nëse ju vuani nga artriti, është mirë që ta përfshini në regjimin ushqimor hithrën duke e përdorur atë në gatime. Ajo përmban flavonoide, vitamina A dhe enzima antiinflamatore që shërbejnë në mirëqenie të organizmit dhe në lehtësimin e këtyre problemeve. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore për shkak të efekteve të saj pozitive në shërimin e disa sëmundjeve. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut dhe të sëmurët me anemi.
Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e ithërës në formë sallate ose të gatuhet në supë ose në byrek. Gjithashtu mund të pini 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi dhe në prodhimin e lëngut të thëmthit. Për këtë qëllim, mjekët rekomandojnë të pini 1 gotë në ditë nga çaji i përgatitur i ithërës. Është mirë që ai të pihet herët në mëngjes për të dhënë efektet e duhura. Një ndihmë të madhe jep ithra edhe për funksionet më të mira të veshkave dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artritit. Për të përgatitur çaj nevojitet një lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në 1 gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet të paktën 3 herë në ditë nga 1 gotë. Një tjetër mënyrë është të lehtësoni dhimbjet e reumatizmës me vendosjen e bimës së freskët në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën. Gjithashtu, vendi ku keni problem rrihet me bimën e freskët derisa të dallohet një njollë kuqe. Një efekt të menjëhershëm jep kjo bimë edhe në rastin e diarres. Që ky problem të kalojë më shpejt dhe më lehtë, duhet të pihet çaj hithërës. Marrja e tij duhet të konsiderohet si një masë e rëndësishme për qetësimin e gjendjeve tuaja. Por ju bëjmë me dije se personat të cilët marrin medikamente të caktuara përpara përdorimeve të tilla të ithërës, si një mjet për trajtimin e komplikacioneve, duhet të konsultohen me mjekun e tyre. Larja e kokës me ujin e ithërës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadalë të flokut. Për të pasur flokë të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Ithra është e njohur si një tonifikues shumë i mirë i organizmit. Ajo ndihmon edhe ata që kanë probleme me kolitin dhe probleme të tjera të zorrës së trash. Përdoret në formën e çajit ashtu si dhe më sipër. Konsumi i përditshëm i çajit të ithërës ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe të lëkurës. Përdoret edhe si një rezultat magnitës për sistemin tretës dhe atë kardiovaskular. Efektet anësore të ithërës janë ende të panjohura, por është thelbësisht e dëmshme që ajo të përdoret edhe nga persona të cilët kanë edhe akumulime të larta ujore nga trupi. Gjithashtu edhe mund të sjellin shumë lehtësime. Ithra është ndër bimët më të njohura në vendin tonë, e cila mund të gjendet kudo, sidomos në zonat me lagështi. Gjethet e ithërës përmbajnë karbonata acidamoni, tanine, acide formik, vitaminën K, B2, A dhe C. Gjithashtu ajo këshillohet të përdoren në mënyrë të rregullt në dietat tuaja dhe gjithashtu, si një barishte mjaft të shquar, mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e vlerave të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga përdorimet e saj, këshillohet ta përdorni sa më shpesh edhe në dietat tuaja. Të gjithë shqiptarët e njohin këtë lloj gatimi me hithër, e cila mund të përdoret gjithashtu në të mirë të shëndetit. Edhe më herët, hithrat janë përdorur për të lehtësuar disa probleme shëndetësore. Megjithatë, studimet kanë treguar se përmbajtja e përbërësve që gjenden te hithra ulin inflamacionin. Hithra mund të gatuhet në sallata me vaj ulliri dhe limon, në byrek ose në supë, ose në salca të shijshme që shoqërojnë misin ose peshkun. Mos e anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije ose edhe maska të freskëta me hithër. Ajo është e pasur me hekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim sigurisht do t'jap fuqi dhe do të ndihmojë në luftën kundër lodhjes pranverore. Kombinojeni atë gjithashtu në recetat kur keni edhe probleme menstruale dhe probleme të stomakut. Çaji hithërës pa problem mund të zvogëlojë kafën e mëngjesit. Kjo pije konsumohet edhe për detoksifikimin e organizmit, gjithashtu edhe për dobësim. Në vendet me shumë hithër në mënyrën tuaj të përditshme, mund të përfitoni gjithashtu edhe nga freskia e saj. Hithra është efikase për anemin, qarkullimin e dobët të gjakut, diarren, nyjet, gjithashtu edhe problemet e artritit. Gjithçka varet nga mënyra se si ju e përdorni dhe sa doni ta përdorni. Kështu rezultatet që do të keni nga kjo bimë do të jenë të mahnitshme dhe të dobishme në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.